Buçi më bu CHI. Bu CHI. Po. Kemi haruar si fillohet tash. Mirë se më erdhe plakosie. Të gjeta mirë. Gjeon Hasan. Kush është ky? Kush e tjerë? Po Buçi pse ka Buçi? Shtu ka ngelur edhe kur është ngjitur që në fillim, nga që çunat Buçi edhe duke u menuar të pija ditë, po thoshim ç'tja vejm, thanë po vjeja buri dhe do më dosh për emra kot vjeja aty të Buçi podcast me rregull jemi kot tash. Ta bësh kot jo me experience, jo unë Bleoni dhe jeta ime, me këto gjëra të kështu ishin shumë cringe domethënë. Plako, si e? Mirë, shishur. Si të shkojnë gjëra? Si po të ecën dhe Ramazani, se je edhe besimtar? Tash në 7:20 hapa shumë mirë, po më shon në krahasim me vitet e tjera. Po i shikoj çik fryte edhe nga ana shëndetësore dhe nga ana psikologjike sidomos. E kuptoj. Është edhe Muhamedi që është DC, domethënë minimalisht me thjesht tani që triqet një më afër ditëve të shkurtra domethënë. Jo, tash i bëhet më vështirë. Aha. Është teknikisht po sepse shkojmë afër verës, kështu që vera ka më shumë ditë, dhe nëse ke më shumë ditë, do agjërosh më shumë. Pra mua më shtohet me nga 2 minuta çdo ditë. Por në vitet e ardhshme cikli hënës bëhet që do vi, domethënë që sot këtë radhë ra mars prill do bjeri shkurt mars, pastaj janar shkurt, pastaj dhjetor. Në këtë prizmë kisha domethënë që në thjesht, për 10 ditë jam parë në kalendar astronomik. Super fare. Je besimtar, domethënë se kjo është çik idiotë, me thënë drejt, je devot, domethënë po falesh pra i kryejmë besim ato takamet? Unë kam një marrëdhënie shumë çuditshme me fenë, me islamin, sepse kam qenë në medrese 5 vjet, në klasa 5 dhe në klasë 9. Dhe atje përveç stili një shkolle fetare është pak stil autoritar dhe pak stil që megjithëse ata ishin shumë mikpritës ndaj mendimit kritik dhe ndaj logjikës, në aspektet fetare nuk pranonin shumë skepticizëm. Dhe unë këtë skepticizëm pastaj e ruajta më vonë dhe u bëra komplet ateist nga gjimnazi, u bëra madje antiteist. Kam pas një faqe që quhet Kulla e Rojës, ishte domethënë ironi ndaj revistës Kulla e Rojës për dëshmitarët e Jehovait. Ka ja 3 vjet që me thënë drejtën duke lexuar Carl Jungun në fillim, që është psikanalist i famshëm, ai pashë përdesë e kam shumë qejf të psikologjinë, antropologjinë, to lëndët që merren me natyrën e njerëzit, duke parë që feja, po edhe mitologjia dhe çdo lloj gjëje e botës së vjetër, botës së lashtë, e ka një lloj kuptimi psikologjik tek njeriu, më dha një lloj rizim interesi tek gjitha fetë, tek gjitha po veçanërisht islami që e praktikoj po. Falem në agjëroj. Jo, kuptoj. Po ti dhe një cigare ti në se njerëzit. Normalisht edhe unë kam pasur një experience të afërt me këtë domethënë, sepse edhe unë vi nga një familje domethënë që kanë qenë musliman, që domethënë familja ime, maja dhe babi domethënë nuk kryenin faljet, po pasur gjyshin që ka qenë imam. Por çuditërisht unë herën e parë kam qenë në kish, domethënë, 1-2 vite jo në xhami, edhe gjyshin e kam pas goxha liberal që nuk bezdisej domethënë, përkundrazi kishte qef merrte kështu më preri diskutonin. Edhe pastaj më vonë kanë shkuar në xhami, në mënyrë se si ai fati që më ka qelluar mua me ato 2 institucione që kanë shkuar kanë qenë goxha shumë negative, goxha shumë ndarse mes njerëzit, domethënë që e thon kaloni 6 muaj tash një po do rish me vëllezërit tanë krishterë ose do rish me vëllezërit tanë muslimane. Kupton, edhe mua ato gjëra nuk më pëlqejnë, se unë dua të ri me këtë dua unë. E kupton edhe.
Kur je rritur në një ambient që as babai jot nuk të ka thënë dorish me këtë apo me atë, është e vështirë për dikë tjetër që të vendosi kushtet ty. E kuptoj shumë qartë dhe më beso, domethënë, unë jam musliman, por në ka grup fetarë që më kanë zët, janë po muslimanë. E bukura dhe e shëmtuara e historisë së feve është që po të shikosh historinë, Mojsiu ju kundërvu autoritetit fetar të kohës së tij, që ishte faraoni dhe magjistarët e Egjiptit që i thonin do ndjekësh fen ton ose i Kris bythën. Edhe Jezusit i thonin do ndjekësh fen ton të farisejve, të prishterinë të Izraelit ose i Kris bythën. Edhe Muhamedit të njëjtën gjë i thanë paganët e Mekës. Fet nisin si grupe njerëzish të persekutuar, njerëz paqësorë të persekutuar. Me kalimin e kohës, pastaj ky grupi i vogël merr pushtetin, po flasim pasardhësit e tyre që kanë dhe janë shkëputur dhe nga kjo përshpirtshmëria e fesë dhe thjesht i intereson pushteti politik, pushteti ekonomik, dhe pastaj bëhen fet shtypse, fet që i ndajnë njerëzit, fet që nuk i përbashkojnë. Në qoftë se feja që nga religio, domethënë të rilidhesh, nuk përbashkon njerëzit, nuk i lidh njerëzit, nuk është fe e Zotit, është fe e njeriu, për mendimin tim. Gjithmonë. E drejtë, i rinjë mendim janë dhe unë, edhe njësoj si ti kur je shkëputur nga Shqipëria, pastaj kam kaluar një periudhë gjatë ateiste, po goxha radikale, domethënë që si të kundërshtoja çdo lloj gjëje. Edhe le të themi këtë vitin e fundit jam rikthyer edhe unë, po për çudi më ka tërhequr katolicizmi. Pavarësisht se me aq sa kam lexuar unë, ndryshimet e katolicizmit dhe islamin suni për shembull janë minimale. Domethënë është e trinitetit vetëm që gjithsesi nga përditshmëria ka fjalë, kam më shumë fjalë nga përditshmëria, domethënë nga mënyra e jetesës edhe ato çfarë kërkon në thonjza feja nga ty, unë mendoj se janë thjesht minimale. Pastaj në teologji normalisht ka debate që vazhdojnë me vite. Një nga miqtë e mi më të mirë është katolik, domethënë, dhe unë shkoj mirë me çdo person të çdo lloj feje që e njeh fenë vet, sidomos. Dhe mund të kemi mos pajtime teologjike sa duash, por në fundit nëse shikon shpirtin e njeriu, nuk të prish punë në shoqëri dhe në vëllazëri ndërnjerëzore. Ne kemi pasur si flamurtar këtë bashkëtesën bashkë që prej krijimit të shtetit, po me sa duket ajo nuk diskutohet, po pavarësisht për shkak të ignorancës apo të dëshirës, e kemi pasur të bashkëtesë me njëri tjetrin, domethënë të mirë, deri në një farë pikë, ose të paktën në zhdukur sikur ka qenë mirë. Kurse e kam vënë që këto kohët e fundit është sikur po shtyhet, sikur po shitet kjo lufta mes njerëzve që është luftë idiote, që s'ka kuptim. Dhe në Shqipëri gjithmonë s'ka nesër këto plane, po të vësh gjithë rrymat puritaniste ose rrymat ekstreme që kanë ardhur sidomos mas vitit 90, viteve 90 në Shqipëri, nuk kanë ecur për shumë pak vite dhe s'kan ecur dot më, sepse nuk e dalin dot në një mjedis si Shqipëria, ku historikisht nuk kemi pyetur çfarë fe ka tjetri, kemi pyetur çfarë njeriu është, kemi pyetur edhe për financat e tjetrit, po kemi pyetur për fen. Kështu që prandaj dhe dështojnë tilla lëvizje puritane që mund të ndajnë njerëzit. Është goxha interesante kjo, domethënë se unë shikoj edhe nga një këndvështrim që tani është diçka e mirë për shkakun, sepse na jep një lloj mburoje, edhe kjo ignorancë rreth fesë, domethënë edhe pse ne nuk shumica domethënë edhe si muslimanë të krishterë thonë që jam, edhe kaq, domethënë, edhe unë nuk pretendoj në asnjë moment që kam një uri mjaftueshëm për ta interpretuar të plot. Por dashur pa dashur ka qenë një mburoj, le të themi, kundër këtyre problematikave, sepse ne do të kishim shumë të vështirë mbi jetesën në fillim. Tona, nëse ne do kishim këto ndarje, domethënë beson ti se do ishim coptëzuar komplet nëse ne do kishim krijuar shtetin në bazë të një fesë apo një fesë tjetër. Tu ndoshta nacionalistët e egër të Shqipërisë do më shajnë ose do më kryqëzojnë, po për mendimin tim, me gjithë të këshijat e perandërisë osmane,
Mendoj që Perënderia Osmane ka ruajtur një lloj multikulturaliteti këtu në Shqipëri, që dhe një lloj ndër respekti fetar, sepse jo për t'i bërë qetin atyre, por rreziku i slavizimit në veri dhe i helenizimit në jug ka qenë shumë i madh. Dhe rrezikon ose dhe i italianizimit ose austro-hungarizimit përmes pra do ishin bërë grek, slav dhe një pjesë italian austro-hungarez. Kurse në këtë mënyrë ai Ali Pasha që ishte priste koka andej këtej, ai bëri një shtet me musliman, me katolik, me ortodoks, dhe në fund fare i tha vetes jam epidiot, jam shqiptar. Kështu që ka qenë buroj, ashtu ka ecë dhe historia, po dhe ka një, besoj ka çdo popull ka një shpirt të vetin, ka një lloj psikologjie të vetën etnike që e dallon nga popujt e tjerë. Dhe neve kemi fatin që e kemi këtë psikologji shumë individualiste, domethënë nuk kemi menduar si një shpesh kolektiv, kemi menduar si janë disa kahe gjithmonë po të shikojmë realitetin shqiptar, se po ta vëmë re për shembull në veri të vendit. Në veri të vendit flas njëjtë edhe për Malezi dhe për Kosovën dhe për Sanxhakun, domethënë Islami vërtet i ka ndihmuar shqiptarët e atjeshëm për të ruajtur identitetin e tyre. Pavarësisht se në Sanxhak, domethënë kohët e fundit të shkatëruar komplet, sepse përfaqëson identitete të tjera, po pak rëndësi ka kjo. Në Malezi dhe në Kosovë, për shembull, Islami ka ndihmuar shumë popullsinë shqiptare që të mbajnë atë identitetin e vet. Normalisht kjo sjell probleme të vogla, për shembull, që mbase janë dhe probleme të mëdha, por mua në krahasim me agresivitetin slav më duken më të vogla si probleme. Domethënë që të hapen pasaj jo turqë etj. Por e njëjtën gjë nuk e shohim për shembull Dario që në Maqedoni pjesa e sipërme për shembull e ka përdorur mirë Islamin, pastaj pjesa e poshtme këtej nga Ohri janë Maqedon, vetëm se janë ortodoks. Ti e ke jugun, gjithë territorin që e kemi jashtë në pjesën e jugut të Shqipërisë, domethënë, ato nuk kanë përdorur. Unë jam çam me origjinë, unë marr shembullin e çamëve, domethënë neve teknikisht që sot i quajmë genocidi i grekëve kundër çamëve, ai ka qenë genocid mbi baza fetare. Dhe Napoleon Zerva, kryevrasi, ka qenë çam teknikisht, ose arvanitës, që çdo thjesht ka qenë ortodoks, ka pas mbështetjen e një grupi fashist brenda kishës ortodokse greke, që vdion dhe sot e kësaj dite me politikat e veta për ndryshime emrash, vendosje varrezësh etj. Por nëse do ishte puna që Islami do ja kishte shkulur identitetin shqiptar, njerëzit pse nuk ja shkuli çamët? Çamët shumica ishin musliman sunit, pra me mbështetës të Perënderisë Osmane, dhe gjuha jon, siç themi neve, shumë e ngjashme me gjuhën e arbëreshëve dhe me gjuhën e arbanitësve. Pra dhe edhe vallet, edhe kënga, pra është një lloj kulture që ruan një lloj tradite shumë të vjetër. Do të thotë që i kemi bërë të dyja njëkohësisht, kemi mbajtur dhe fenë edhe etninë dhe kulturën. Domethënë me pak fjalë, domethënë genocidi grek ishte shumë herë më i arritur ose më i mirë bërë se sa ai slav. Po, mund të thuhet që po. Fatkeqësisht, domethënë. Po. Është interesante, domethënë se kombet janë shpikur vonë, sipas antropologëve ose sipas studiuesve, është shpikur në shekullin 19, por ajo që kam zbuluar është që tek shqiptarët, ndoshta jemi populli i parë në Evropë që kemi pasur një lloj identiteti etnik para shekullit të 19, para se të shpikej rryma nacionaliste. Që me Skënderbeun, çai vlerësoi Skënderbeut për shembull është që e quajti veten princi i Etirit. Pastaj Ali Pasha i quajti veten po ashtu pasardhës të Etirit, shtetit shqiptar. Kemi pasur identitet kombëtar që vendosin para identitetit fetar. Si me thënë, toka ku kam lindur nuk e zgjedh, kurse fen unë e zgjedh. Ajo që unë nuk zgjedh më bën mua me jep identitetin tim parsor. Kjo na ka favorizuar. Edhe shumë e kanë të vështirë ta kuptojnë këtë pjesën. Si jeti vet nga ana, domethënë lëm femën nga ana patriotiste ose nacionaliste, domethënë si mund ta klasifikosh veten? Unë e quaj veten neotradicionalist, që do të thotë se jo vetëm tek feja, po edhe tek kultura ose etnia, më intereson shumë që një popull,
një grup njerëzish që janë të përbashkuar nga një set karakteristika, siç është gjua, siç është vendlindja. Më intereson që një popull me kaq shumë të përbashkëta të ruajnë me aq sa kanë fuqi, me gjithë zemër, forcë dhe mendje, të ruajnë atë që i kanë lënë paraardhësit e tyre. Pra të marrim gjërat e mira të traditës tonë, kulturës shqiptare, sepse ka vërtet një varfëri, po themi, që ka gjuha. Dhe gjuha njërë më intereson shumë, si tani që janë futur stand-up, po edhe më herët qoftë me shkrimë me poezi, mundohem të gjej, ta pasuroj fjalorin tim, të gjej fjalë, të lexoj libra të vjetër, të lexoj përkthime në toskërisht, përkthime në gegrisht, dhe të ruaj çfarë ka kjo traditë, çfarë ka ky kombi imi për të dhënë nga ana e pasurimit të një personi. Ne na pasuron gjua, na pasuron kultura, na pasuron vallja, këngët e tjera e tjera. Po që të thuash nacionalist ose adëtar i madh nuk jam, sepse jam i zhgënjur nga populli im rreth fare. Nga të njëjtë, nga çamët, nga shqiptarët, nga kosovarët, nga gjithë. Këtë nuk e them domethënë që Shqipëri, kush e zi o nuk dal dot atë. E kuptoj. Çfarë ndon për shprehjen kur njerëzit thonë që ne jemi të vdekur, ne s'bëhemi për shembull, edhe jemi inferior kundrejt grekëve ose slavëve. Është, po ta marrësh nga psikologjia, se po bëj një masë psikologji, po edhe mos ta bëj, domethënë e kam në sensin, po ta marrësh edhe po mos ta bëj, ka të thotë se është po një interes e kam fjalën. Çdo gjë që i themi vetes është një lloj hipnoze, një lloj sugjestioni që i bëjmë vetes. Prandaj edhe funksionojnë dhe praktikat e përshpirtshme ose meditimi këto, sepse ti del në mëngjes, i thua vetes ca fjalë dhe ja thua atë kur truri është në ca valë të caktuara që është më përfitës ndaj mesazheve. Dhe kur neve themi që kur çohemi hapim syt dhe themi ky vend nuk bëhet, nuk bëhesh as ti si njeri, as vendi. Sepse ja ke thënë vetes aq shumë shpesh që po e beson. Ekziston pastaj edhe krau tjetër që ti shikon realitetin, mundohesh të thuash që do bëhet, dhe vjen një pikë krise, s'mban ujë pilapi për të thënë. Kjo është test mendojna që gjithë secili gjejnë veten, jam tash jam në pikën që them atë më ikë, ata lë çdo lloj shpresë që kam për veten, për këtë vend, për karrierën, për ëndrat e mia, apo ta kaloj si test, ta kaloj si vështirësi psikologjike. Kështu e shikojmë. Se janë shkaluar në fillim të pjesën se mua u shushata një çik. Plako bën një prezantim vetes. Kush është Dario Aruni? Çfarë bën ti? Pse je? Pyetje shumë e bukur, se vetëm me një fjalë kush je mund të japësh shumë lloj përgjigjesh. Edhe para pak ditësh po mendoja, domethënë një person kur thot un jam Filan Pistegu, po thot emrin e vet, nuk po thot kush është ai. Nëse thot jam nga ky vend, po thot identitetin e tij kulturor. Nëse thot jam musliman i krishterë, po thot një identitet tjetër që është i shtuar shumë kohë më vonë. Në këtë lloj kuadri do thoja që jam njeri në radhë parë, pastaj do thoja që jam art dashës, sepse kam mbaruar regji filmi dhe kam bërë edhe një film së fundmi, kam marrë një çmim në Nazaret, nga shteti i Izraelit, një festival në Nazaret, jo shteti i Izraelit, po një festival në Nazaret, në qytetin e Jezu Krishtit. Si titullohet filmi që ta ndjekin njerëzit? Titullohet The Echo dhe është bërë me vetëm duke përdorur materiale arkivore nga Kinemateka ose Kinoteka e Malit Zi. Që me materiale nga 45 deri në 89, po themi, dhe i kam marrë pjesë të shkurtra nga 45 filma dhe kam bërë një film, një histori. Është në YouTube The Echo. Jam regjisor, po themi, ose pretendoj të bëm kinas ose filmmaker, filmbërës. Shkruaj edhe në një poezi, në një shkrim, në një artikull eseistik. Merrem shumë dhe me psikanalizën e artit dhe psikanalizën e religionit. Së fundi po merrem dhe me stand-up comedy, ku po shikoj që e gjej veten dhe kam domethënë kam premisa, kam të premisa, nuk e kisha parë. Ka premisa dhe për stand-up, ka dhe premisa për të bërë dikush. Shiko, unë do ta them në mënyrë kompliment ti që ti ke lehtësira.
në krahasim me peersat e tu, domethënë me krahasim e bashkë profesionistët e tu në stand-up comedy, sepse ti je i përfshirë në kaq shumë gjëra, ke një background të gjerë, do thosh nga e di, mua më ka sugjeruar Darion si individ, më ka sugjeruar Mario Shlaku, nuk e di nëse të vjen. Mario Shlaku? Do më thuash më vonë. Do ta them unë më vonë, është edhe një person që ka ndjekur, domethënë, mund të kesh miqsin, më kujtohet mirë në kesh më abet tavolinën në bira, domethënë, edhe më ka thënë që është i personi që do të përshtatet ty në këtë fjalë mua, domethënë nga ana e diskutimit edhe se sa thelli hyn gjërave dhe unë vëre që zakonisht, sidomos me këto që ndjekin ne se ky lloj brezi jemi, çfarë të bëjmë tash? Stand-up comedy jemi rritur me stand-up comedy amerikan, si ma hamendja shumica që kanë parë stand-up comedy përpara se të ishte diçka në Shqipëri. Edhe atje duket janë disa karaktere, domethënë që kur janë të përfshirë pak më shumë në psikologjinë e njeriut, në fe ose në një lloj ato studimet universale etj, domethënë, gjithmonë kanë një lloj lehtësie për të arritur tek audienca, domethënë se gjithmonë godasin ose i përgjigjen në mënyra qesharake disa pyetjeve që gjithë secili i ka thellë brenda vetes, domethënë. Ma hamendja që e ke suksesin të garantuar. Ato do të thonë kam ndjekur sa ka mundur gjitha materialet që ti ke postuar në Instagram edhe me një mendje të thjesht inxhinieri, një projektim në të ardhmen, unë nuk mendoj se ka ndonjë mundësi tjetër përveçsa të vijë një ditë të plasi, domethënë. Se unë vërtet e shikoj stand-up comedy si diçka që në Shqipëri do eci shumë. Edhe janë persona si ti, edhe të tjerë, domethënë që jeni të gjithë në të njëjtën kohë që po jepni atë kontributin tuaj të parë. E normalisht siç e ka historia që bukur sa është, gjithmonë pionerëve i rezervohet një vend i art pastaj më vonë kur ti jesh me fëmijë etj. Megjithëse unë të uroj që gaz pas, domethënë, edhe kur ti jesh me fëmijë dhe gjysh atje me mikrofon dorë ti jesh. Po që si ka dalë dëshira për stand-up comedy, domethënë? Se regjizur, domethënë pak teologji nga interesi jot personal ose shumë, edhe të gjitha interesat e tua të tjerë dhe në fund një ditë ti ke dalë ke thënë e di çfarë të bëj unë. Unë do iki do tall trap me njërin. Është puna ja më dole fiks aty ku doja, se jam fiks në një periudhë të jetës, po themi, që po mendoj ore çfarë do bëj unë. Unë çfarë do bëj? Do bëhem regjisor, se unë, nuk është jam mjeshtër në një gjë, po themi. Ka persona që e kanë truri i tyre funksionon që je bën specifik për një gjë dhe atë gjë do ta bëjnë më së miri. Ka njerëz që s'kan për asnjë gjë, ka edhe pastaj njerëz që dinë, si më thënë, mjaftueshëm ose dinë mirë nga shumë fushë të ndryshme. Unë jam më shumë ke kjo e fundit. Po merja do marr si model specialistët e një fushë apo do marr si model polimatët e dikurshëm, Ibn Sinan, Gazaliun, që ishin poet, ishin shkencëtar, ishin filozof, merreshin me shumë gjëra. Mua më duket që si thuhet çdo profet i ka folur popullit me gjuhën e vet. Dhe gjuha jon, përveç shqipes, është dhe komedia. Pra, e qeshur. Po. Ti ditë të thuash të vërtetat të mëdha përmes humorit, përmes shakas, për mua ke arritur të komunikosh masave atë që një politikan ka 20 vjet që mundohet ta bëjë dhe nuk e bën dot fare me sukses. Ose atë që po mundohet dikush ta bëjë përmes një shkrimi akademik që s'ka nevojë ta lexojë njëri. Kurse humori i flet që të gjithë. Përveç atyre që s'kan zero sens humori, po ç'ti flasësh aty. Po them, duke i folur tamam tema universale ose terma që prekin njeriu në fund thelbin e njeriu, gjëra që mua me vërtet më mundojnë, nuk është se mundohem t'i bëj nga dëshira për të dukur më i sofistikuar ose ku diun. Këto janë muhabete që bëj dhe unë në përgjithësinë time. Këto janë gjëra për të. Nuk ka nevojë ti je modest, domethënë unë jam kundër kësaj se unë jam fajtor për të njëjtën gjë që mundohem të justifikoj veten time që pse bëj unë gjëra, por që kanë vënë re që nuk ja vlen më ta të justifikosh ti gjën pse e bën, sepse kjo është diçka që ti e bën, domethënë edhe përderisa ti e bën ma hamendja
nuk është ti po merr miliona për të bërë këtë gjë, edhe po e bën jashtë dëshirës tënde, është diçka që ti ke vendosur vetë dhe besoj se është një pjesë që nuk ka asnjë lloj kuptimi që ti të fillosh të justifikosh veten tënde pse i bën këtë gjë, sepse duket qartë që buron nga diçka domethënë. E drejtë. Këshill e nevojshme kjo. Për mua të pak. Po sepse ke parasysh gjithë ky ambienti inflamator tash, sidomos te në Perëndim, ne që jetojmë jashtë, shikojmë pak më shumë domethënë, po në Shqipëri ka qenë më shumë nga ana politike tjera që i kushtohet shumë rëndësi këtyre fjalëve, domethënë edhe po bie shumë pesha e veprimit, po bie shumë pjesa e bërthamës sepse janë të gjithë të fokusuar te fasada. E kupton? Po unë nga industria ime ta them që fasada është varilisht, fasada është ajo që duket. Fasada është një variabël i vogël që llogaritet konstruksion. Domethënë është gjëja e fundit që ka rëndësi për mbarvajtjen, për prosperitetin e tjerë. Fasada është diçka që vihet që ku njëri të kaloj aty, domethënë, të ndihet mirë që kjo nuk që nga vetëm ku di që unë stuvap, pas ka diçka tjetër. Edhe njëjta gjë mendoj se janë dhe fjalët në jetën e përditshme. Që se ti do e kapësh shkanis, jo po e tha kështu, jo po e tha ashtu, jo po i quajti këtë, jo po i quajti atë, nuk ma mendja se është audienca që do të celebroj ty, që do gëzohet që ti je aty, domethënë, sepse mesazhi është brenda. Unë kam vënë shumë nga pjesët e tua, për shembull, janë që më duken shumë të bukura, me thënë drejtën, domethënë është kompliment i pastër edhe bravo të qoftë se kanë disa mesazhe domethënë që ndonjëherë duken aq plain, domethënë aq të thjeshta, por që janë shumë fundamentale ato, domethënë. Dhe unë ndonjëherë pyes veten, më duket vetëm ndonjëherë egoist, më duket çik i keq, po pyes veten, a është vërtet gati ajo lloj audiencë, domethënë ti përpunoj ato shaka ashtu? Prandaj ka qelluar domethënë varet dhe nga audienca. Kjo a good crowd, a bad crowd, që ka pak fare e vërtet, se unë nuk e besoj asnjë gjë. Derisa kuptova që të njëjtin material, po them fiks, në detaje fiks, të shtunën qeshin që të gjithë të dielën, jo se nuk qeshin, po për shkak se vetë materiali ty të imponon një lloj reflektimi, që është përteja e asaj gallatës që ti do të kalosh vetëm me qeshe me pinë i diet, sikur ndihet keq ajo ose unë erdha këtu që të harroj hallet ose të harroj këto problemet ekzistenciale të natyrës së njeriu. Unë nuk është se du t'i futem halleve me kokë, thjesht nuk kam gjë tjetër në kokë për cilën mendoj. Mendoj për të tilla gjë gjithkohës dhe më duhet ta thjeshtoj një çik dhe për publikun, mos ta. Se një gjë që uren publiku është kur ndihet fajtorës, kur ndihet më pak i zgjuar se sa ty. Këtë për shembull mundoj ta kuptoj një çik si mund ta arris, si mund ta them në një formë tjetër, sepse secën ndryshe, nuk jam për të treguar sa i zgjuar jam ose sa di ose sa thellë gjëra, dhe jam këtu për të sjellë një mesazh të thjeshtë. Të thjeshtë. Mi dojnë njerëzit, se na ndodh Dario dhe në jetën tonë të përditshme, për shembull, unë që jam goxha pasionant i historisë, domethënë edhe mitologjisë, ndodh tani nuk ndodh më sepse unë kam mësuar, kam vënë mend që nuk flitet me të gjithë njerëzit njësoj, po në fillim kur bënin debate për shembull politike ose filozofike të aktualitetit, nuk thosha domethënë jo po Genghis Khan ka bërë filan gjë. Edhe njerëzit gjithmonë ndiheshin të atakuar, domethënë që më buna dole ti jo Genghis Khan, domethënë shumica e rasteve dinin sepse nuk e njihnin si figurë. Po nuk ishte edhe faji atyre drejt për drejt, edhe ishte pak faji im, domethënë që unë thjesht nuk e njihja dhe unë, edhe pse ishte tavolinë e madhe, domethënë ku dëgjon 4 apo 6 vet, edhe unë nuk e njihja atë crowdin tim, domethënë se edhe është vështirë, mendja kjo është trial që do provosh derisa ta masterosh. Patjetër, për kaq kështu bam si hyra unë në komedi, se hyra kështu shumë rastisht duke i shkruar Alindës që ka corner comedy club, bën open mic, a keni një material i gati dhe shkoj kështu për 2 ditë, patë shumë sukses, doli shumë mirë që ditën e parë. Por aq shpejt sa e kam bërë për shembull, këto 2 materiale që kam bërë, ka ecur shumë mirë dhe besoj që po mos të më kapi ajo plagështia, jo po se s'do ecësh, jo po se të doli keq një gjysmë nate ose një natë
si ishe fix në 100% aty ku deshe, po mos më kapi kjo, po ta kaloj si test, mendoj që do eci. E kuptoj. Plako si ishte eksperienca e parë? Dita e parë që vajte atje. Shumë e kam unë këtë delin që do vëmendje sigurisht. Dhe ndihem mirë që të lloj dëshire për vëmendje paktën e plotësoj, po duke thënë sa gjëra që unë i besoj, për shembull, gjërat që them i besoj vërtet. Ose në mos i besoj jam duke i diskutuar me njerëz sepse më interesojnë vërtet të di ku do të qëndroj unë tek kjo lloj gjëje. Shikoj veten më përpara kam pasur një lloj humori më comic relief që është thjesht për hir të së qeshurës, për hir të kënaqësisë. Nuk jam më aq hedonist, nuk jam aq i fokusuar vetëm tek kënaqësia momentale. Kështu që kur bëj një gjë që edhe publiku i aktivizon një lloj mendimi ndryshe, një lloj të menduarit jashtë të përditshme, si themi, ose jashtë kornizave banale, le t'i quaj, të TikTokut, të rrjeteve sociale, të televizioneve, të Big Brotherave etj. E gjen shumë kollaj, domethënë të pëlqen si gjë. Hera pas kishte shumë njerëz, por doli shumë mirë. Është bukur fort. Ma mendja, unë e kam pasur dëshirë vetë, po nuk e di, nuk mendoj se jam akoma gati atje, plus që kam dhe shumë vështirë të shkruaj në shqip, domethënë kam një fletore të vogël që kam shkruar edhe gjithë materialin është anglishte. Është pak për të ardhur keq në fakt se unë se jam, po dua të jem çik patriot, domethënë dhe më ndonjëherë më vjen i natë me veten që nuk e kam atë aftësinë që ti shkruaj në gjuhën time, por e kuptoj, e justifikoj veten, është mirë apo është keq, është tjetër pyetje, po e justifikoj veten për shkak të ambientit ku jetoj edhe informacionit që unë akumuloj, çfarë më rrefshititën. Se fatkeqësisht me ato tekste që kemi pasur ne, domethënë, edhe unë që kam ikur 18 vjeç nga aty, përpara nuk kam lexuar pothuajse fare përveç sa kanë qenë fabula kështu. Ashtu kam lexuar në mas një, ku dëgjom, 50-80 libra, po kanë qenë kështu gjëra jo reale, domethënë kështu romane, gjëra të shpikura, edhe mas kalova një pauzë shumë të fortë, edhe kur kam marrë doktej për shkollën, pastaj kam filluar për të lexuar rëndshëm sa i përket teologji, mitologji, psikologji, histori, domethënë shumicën e historisë botërore e kemi mësuar në anglisht, nuk diskutohet, kanali YouTube-i ose dokumentar të ngarkuar etj. Edhe kjo mendja që më ka shtyr në atë lloj degdisje. Ku jeton? Unë jetoj në Berlin, në Gjermani. Edhe po. Jo, vazhdo. Sorry. Këto interesa kanë fjalën në psikologji, mitologji, histori janë mendoj baza e formimit të një njeriu në rast parë, sidomos kur ke të bësh me këto lloj profesionesh, podcaste, stand-up comedy, po themi dhe opinionistët ose analistët që ndajnë diçka me një, po flas për ata që janë të rregjur në atë, jo për çdo opinionist. Kjo formimi i përgjithshëm mendoj që është më e rëndësishme. Pastaj vjen pasurimi i gjuhës, që vjen përmes romaneve dhe poezive. Dhe unë kam pas shumë vështirë të shkruaj në shqip, jo shumë vështirë, po e kisha duke parë një gjë në anglisht, një gjë në italisht, duke lexuar më së shumti në anglisht, e harron, nuk e kem mësuar trurin. Kam vënë që sapo dua të krijoj një material të ri, duhet të hap paktën një libër, ja kam marrë këtu Hans Christian Andersen, lexoj një prallë dhe shikoj fjalë të reja që të më mësohet truri me një tjetër mënyrë të menduar që është shqipja, po një shqipje paktën një shqipje e pasur me fjalë. Se shqipja e përditshme është shumë e varfër, shumë ka humbur shumë gjuhën atë ngjyrën. Edhe i mbaj shënim si Eminemi që lexonte fjalorët, që gjente rima për çdo lloj gjëje. Tash i kam mbaj shënime fjalë të re ose fjalë që i kam harruar se fjalë që nuk i di, që më duken shumë fani për shemb. Fjala kloçka, ku di. Po,
Po, rastësia do me thënë është perfekte në të rast, në mënyrë analoge unë me ty jam duke lexuar për momentin tregime të modshme shqiptare, do me thënë është libër që e ka bler një vëlla, e ka bler në vitin 2004, kupton është. Libri është Po, është super libër, domethënë, madje edhe Mitrush Koteli ka ato fjalët e vjetra që përdoreshin aso kohë në Tiranë edhe në Pogradec, fix, i njëjti. Edhe kanë vëre, unë shiko, ndryshe nga ti që bën stand-up comedy, domethënë mua më lejon podcasti që të diskutoj tema dhe unë kur diskutoj zakonisht diskutoj gjëra që nuk i di. Sepse ato që i di dhe që i kam të faktuara i them vetëm kur pyetem. Se kjo është mundësia më e mirë me që tako njerëz, flet me njerëz të tjerë për shembull edhe gjithmonë duhet i konsumosh këto që të arrish në përfundim, mbase nuk ka për ta gjetur asnjëherë, po më mirë se sa dia do ishe. Një dashur dhe leximi unë kam shikoj shumë vetën për shembull. Mëson goxha. Po kryesoja pastaj është marrëdhënia ndërnjerëzore, komunikimi. Mund ka pasur edhe periudha që mund të keja 3 muaj mbyllur në shtëpi, sidomos gjatë pandemisë, vetëm lexon. Po pas patë komunikimin njerëzor, të rrofshin dhe libra, të rrofshin shkollrat, të rrofshin videotë, klubet e tjera. Kjo izolimi social është vrasës i këtyre lloj karrierave. Ti e ke profesion që do flasësh me njerëz dhe do mësosh me njerëz. Që është shumë gjë e bukur, shumë gjë. Po të vëshre për shembull gjithë podcasterët Lex Friedman, Joe Rogan, i shikon një lloj rritjeje personale, një lloj rritjeje në karakter, në personalitet, sepse flasin gjithkohës me njerëz. Edhe këtë të kishe qenë me thënë duke folur me një veta gjatë gjithë karrierës, diku do dilje, se nuk ka shanse, është e garantuar. Edhe unë e kam vënë re pasi baza ime e komunitetit që kemi krijuar, domethënë që më ndjekin e dëgjojnë podcastin, që i përshëndesit dua shumë, jeni spektakolar. Ma kam vënë re domethënë që më kanë bërë ca prerje të vogla, më kanë ndaluar një box plako shifje si flisje gjatë episodeve 1 2 3 4 5 6. Edhe shiko ku je tani, domethënë që po edhe ke filluar ke kthyer në video, po flet me njerëz që nuk i njeh fare, se më përpara do të ishin gjithmonë të lidhur nga dikush ose i njihje në mënyrë paraprake, domethënë në tira. Është një rrugëtimi është gjë shumë e bukur, sidomos kur e kthen kokën mbrapa, domethënë dhe e shikon si e ke filluar etj. Është do kur qesh tua ose budallaçi isha, ato janë dhe momente ato janë më spektakolare, domethënë. Po ajo është ti qenë domethënë ose e të dashurit për të qenë pak filozof që ta duash dijen, të duash të mësosh, domethënë. Edhe shumë njerëz fatkeqësisht edhe i keq përdorin këto fjalë. Filozofi ka shumë që përdorin filozofinë dhe thjesht mund të përmendin 1 2 3 që kanë lexuar, po thjesht nuk e dinë fare se çfarë do të thotë, edhe sa është edhe pse është grind gjatë gjithë kohës, domethënë është rrugëtimi i bukur, Unë do kisha dëshirë që më shumë persona të kishin të njëjtin se a themi dëshirë për të përzier me njerëzit. Mundësisht me sa më shumë njerëz që nuk njohin, mendoj se është thjesht shumë e bukur për të lënë pas dore. Ose rritesh, mëson, rritesh sërish, mëson, rrexohesh, ngrihesh prap, kryqëzohesh, ringjallesh, të tërë i kaloj. Të vjen, të duron zeo si zjarja, jep njerëzve, të djegin ty në zjarë, pastaj bashkë me të tjerët, rilin prap në një figurë tjetër, është jeta apo jo? Perfeksioni i këtyre historive të lashta është që në mënyrë figurative ose ndonjëherë edhe drejt për drejt mund t'i përdorësh secilin në jetën e tij të përditshme. Mitologji, po, këtë thot Francis Bacon këtu, dijetet e lashtme. Po e thot dhe Jungu, e thot edhe Joseph Campbell, The Hero with 1,000 Faces, heroi me 1.000 fytyra. Thot që çdo histori, edhe ky thot çdo histori e botës, fetare mitologjike, thot të njëjtën histori. Nuk ke Star Warsin dhe Harry Potterin. Që është në kryet në protagonisti është një jetim. Edhe Harry Potter jetim, edhe
Lukasi që kërkon Darth Vaderin që i del që është baba, I am your father. Edhe Jezu Krishti po ashtu kërkon atin qiellor që është edhe më lart. Historik të njëjtën gjë thon. Pak këtë kam kuptuar unë në narrativ, që është stand-up comedy dhe në regji, në rrethimtari po them. Janë e ndjekti Jordan Peterson. Po, ai është neo-jungian, që Po. Kam qef Jungun, pastaj atë. Normalisht. Për ta gjëra. Po, shiko, ai është figurë pozitive për shembull sepse unë kam kaluar tek Jungu prej atij. Prej referencave ti dhe unë jam person që kam maqokun e brenda unë kështu, po përmendi diçka tjetër nuk e besoj direkt, duhet ta shoh vetë çka ka thënë ai se nuk e kam besdik kështu kur I marr çik shablon, prandaj. Jo, ato shpjegimin në Biblical Series ose edhe ato me Pinokun ose ato me Peter Panin I ka fantastike për shembull. Aty e kam njofur, të shpjegimi I Biblës e kam njofur 6 vite, 7 vite para, nuk e mbaj më të fiks. Unë për shembull se lexova Jungun, që ndër shpjegimet biblike që vënte edhe shpjegim të surës Kahf, që është kapitulli I shpellës në Kur'an, dhe është një analogji për 7 The Seven Sleepers, 7 djelmoshe që flenë në shpellë, dhe I bën një lloj analize psikologjike kësaj historisë, dhe Mohabiti do të thënë tash, unë pas kam pas në shtëpi këtë libër gjithkohës, dhe se kam lexuar në këtë lloj forme. Kur I lexon në një formë psikologjike, kam marrë të tjetër kuptim, se duke I marrë shablon si gjëra literale, sigurisht që asun si s'do t'i hone pse do të si histori, jo, po u qa deti me vërtet, u qa me vërtet. Shikohet metafora dhe çfarë përfaqëson ajo metafore, që është një gjë që ndodh me njeriu gjatë gjithë jetës së tij, që nga lindja deri kur vdes, janë këto pikat mitike ose epike ose biblike që ndodhen në jetën tonë. Dhe janë dhe sipas moshës. Çfarë mendon për ta anteistët plako, njerëz që janë agresiv komplet që thonë që pse ta marrun metaforë, pse nuk e kanë shkruar ashtu si është. Zotin që mohojnë ateistët, e mohoj dhe unë, sa ata thonë nuk ka burr lart në qiell që quhet Zot. Ata e mohoj dhe unë. Nuk ka burr lart në qiell, nuk ka baba lart në qiell. Unë mendoj që flisja për ata 1 grad më sipër, si quhen Po, për ata po flisja që thonë që nuk ka pik. Se besoj shumë, kam qenë vetë I tillë dhe mund të them që në qoftë se je duke mohuar çdo lloj Zoti, atëherë më shumë si Zoti jote është egoja jote. Në thjesht që nuk e duke kuptuar. Sepse në një farë forme çdo lloj antiteisti bën një jetë hedoniste, një jetë bazuar në parimet e liberalizmit që rritet kënaqësia dhe ul vuajtjen. Dhe me këtë lloj parimi që nuk është shumë I saktë, mund të ngjaj shumë bukur në letër, por kur shikon për shembull çka ka ndodhur kohë fundit me një shembull. Dolën në Japoni një studiues, doktor universiteti, tha, me që Japonia ka problem plakje, ai që të bëjmë thashë pleq do të bëjmë vetvrasje masive. Kjo të është bazohet tek parimi që rrit kënaqësinë e popullit dhe ul vuajtjen, I ul barrën, I bën njerëzit më të lumtur etj. Ose tjetër në Suedi që thoshte nuk do të hajmë kafshët se po ngrohet bota dhe do vdesim, do të hajmë gjyshrit thoshte. E kupton ku shkon? Kur arrin kur nuk beson asgjë, nuk është problemi që nuk beson. Kur nuk beson në Zot, nuk është problemi që nuk beson asgjë, problemi është që beson në gjithçka. Dhe çdo gjë bëhet e mundur. Ky është problemi më I madh. Se ka thënë Umberto Eco. Diçka që më bezdis me këtë tip të kësaj lloji dhe vërtet më bezdis, edhe unë jam respektues I çdo individi derisa vetë tek individët që thonë jo për çdo lloj gjëje. Është vetmi klasë e njerëzve që unë nuk e toleroj. Domethënë dhe jam I gatshëm dhe I jetur për debat. Normalisht civilizuar, unë po them me fillim të shajm nga rrok, po që I kam me qefti kundërshtoj gjatë gjithë kohës për vetëm fakt se e di çfarë është një argument që ta përdorin që mua më ngordh fare kështu për shembull. Është që nuk të duhet Zoti ty për të qenë njeri I mirë. Edhe të njëjtët idhull që këta kanë pasaj, domethënë nxjerrin këto që thua ti vrasim ata ose ti fusim kështu tani. Ja pra që të dash ka më zemër. E di si është puna, në Islam është një koncept shumë I lezetshëm që quhet fitra, që do të thotë ta përktheshur predispozita e natyrshme e njeriu. Si thuaç,
gjendja primordiale, gjendja origjinale e Adamit. Adamit ju mësuan emrat hynor, ju instalua shpirti i Zotit, po themi, dhe u bë një lloj përfaqësuesi i Zotit në tokë, sepse kishte gjithë vetit e Perëndis, po themi. Dhe kishte mëshirën, dashurinë, respektin, përkujdesjen, drejtësinë, gjithë atributet hynore që i njohim. Kështu që njeriu, pak në Islam, njeriu lind me predispozit për të besuar në një krijues, që është pa formë, pa imazh, pa idhull, pa manifestim në gur, në drur, që mund të manifestohet vetëm nëpërmes diellit, hënës, yjeve, pemëve, përmes natyrës, po themi. Dhe instinkti i dytë është që jeta bazohet mbi parim drejtësie dhe dëmshërie. Sepse empatia dhe drejtësia janë dy gjëra që na bëjnë njerëz dhe na përbashkojnë në çdo lloj kulture që jemi. Edhe tek popujt primitiv, tek popujt fisët afrikane, indigjene, fisët Native Americans, amerikanët indigjen, ekziston po një të gjëje, po një të besim në një forcë krijuese madhore, që nuk përshkruhet dot nga imagjinata e njeriu, përshkruhet në terma shumë simbolik, po themi. Dhe e dyta është që bën një jetë etike të bazuar në drejtësi dhe në dëmshuri ose në empati. Kjo tash i humbet, sidomos kur jeton në botën moderne, ku çdo lloj vlere dhe çdo lloj antivlere, për shkak të filozofisë postmoderniste që thotë nuk ka të drejtë të gabuar universale. Çdo gjë është e dyshueshme, edhe ide të frikshme si të tipit pedofilia sot e kësaj lide po merren në konsiderat, jo po ta quajmë moralisht të drejta, ta quajmë moralisht të gabuar, sepse çdo gjë është bërë relative. Ti quajmë persona që janë të tërhequr nga minorët. Maps, duke vendosur terma politikisht korrekt këtyre perversioneve, dhe duke qenë perversione brenda botës moderne, duke qenë të korruptuar në natyrë, duke qenë të korruptuar në genetikë, se ças po ham, ças po pim, ças po futet nëpër kimikate, ças po fitin nga hundët, ças po fusin nga veshët, dhe ndryshon njeriu, nuk është më njeriu i njëjtë, dhe ka shumë dëshirë të lidhet me këtë pjesë të natyrshme të vetes së tij. Feja tash të të ndihmon që të rikthehesh kësaj, është një lloj përkujtimi asaj që ke harruar. Kështu e shikoj unë. Por të duhet ky përkujtimi që ke një gjë si përkohëstate që të mban me këmbë në tokë, po themi, të mban njëri. Po, shiko, me një klasë, një diçka që këta lloj individësh që drejt me thënë nuk kam as problem ta them që nuk është e thjeshtë të respektosh individët të tillë. Është hipokrizia që i shoqëron gjithë kohës, sepse marrim shembull këtyre për të pjesën e pedofilëve, domethënë të tjerë. Tani persona janë individë që po thonë që okay, do të përdorin një term politikisht korrekt. Zënca i ka të drejtë, e kupton? Është një grup që thonë ne jemi racista për se, jemi maskilista ose seksista për se, të tjerë. Edhe janë grup që për çështjet e tyre besojnë fundamentalisht që ne jemi të koduar në një lloj mënyre. Po. Ata ta bëjnë nga baza morale. Ata nuk ekziston morali dhe të bëhen moralist për gjërat e tyre. Pikërisht, edhe kjo është hipokria, domethënë hipokrizia që duket kaq qartë, është qelç plako, duket kaq thjesht që për temat që atyre i interesojnë, domethënë që nuk kanë asnjë lloj baze humane, them unë jam shumë i bindur që s'ka bazë humane, është thjesht e ligë për natyrë, por kjo është një temë tjetër. Për këto tema, domethënë ata thonë që po, ne jemi të programuar, ne kemi një lloj fundamentalizmi, kemi një lloj predispozimi për të qenë kështu. Kurse në rastin që përdoret që ne kemi një lloj far lidhje me njëri tjetrin, kemi një lidhje me ambientin, se unë i respektoj ata që nuk besojnë në Zot, për shembull. Kupton se ti beson tek Zoti, unë besoj te Zoti, njëjti Zot besojmë në fund se një fe, një ta deg fesh është sorry. Edhe po shumica e këtyre besojnë tek natyra, besojnë tek universi, e kupton, për mendimin tim vërja emrin se dua është ajo e njëjta gjë është. Emërtim i ndryshëm kaq. Edhe këta të tjerët pastaj domethënë që anulojnë çdo lloj gjëje komplet nëse nuk i paraqitet atyre tezës dhe doktrinës së tyre morale ose në këtë rast mund ta quajnë dhe moralisht, si për morales, domethënë se ata kanë kaluar në atë lloj, domethënë
ata vërtet po mundohen të jenë übermençit, kështu që një anë, po, sepse ai pas Zoti ka vdekur dhe neve e vran. Ne themi vetëm Zoti ka vdekur, po është pjesa neve e vran, që do të thotë asnjëri nuk e thot atë. gjallë. Asnjëri nuk e thot atë pjesën e dytë të Nietzsches. Janë krenar që e kanë bërë, nuk e thonë, po janë krenar sepse duan të bëhen ata Zoti. Kjo është po themi mosbesimi i vërtet për mendimin tim, ose blasfemia e vërtet është kur ti e pandeh veten në Zot në sensin e pavarësisë tënde ndaj të tjerëve, ndaj dëshirave të tjerëve, ndaj lirisë të tjerëve, dhe pastaj ti e vendos veten tënde në vend të Zotit. Këtë gjë bën dhe fetarët. E bëjnë më keq nga të gjithë madje ndonjëherë. Njerëz janë të gjithë. Çdo njeri e ka të farën e Luciferit brenda tij, që pati arrogancën që të lartësoj në një grad me Zotin. Dhe kur e bën krijesa, është ndryshe sepse e bën të arrogant, nuk i jep fryte si gjë. Ky lloj lartësimi kaq i madh. Beson se ka një ndryshim, unë besoj, kjo është për të idiotë, ose ta them më mirë si fjali. Unë besoj se për shembull edhe fet zakonisht të janë goxha kodike, domethënë që kanë ca rregulla strikte shumë, domethënë edhe unë normalisht ndonjëherë duke bërë shaka, nuk e di se si mund të jetë mohabeti, mund të përdor në një fjalë që I am God, e kupton. Edhe ndonjëherë ndihem keq me këtë vetëm, që pse e thash se duket blasfemi e pastër, po që në Bibël a nuk ju kam thënë që je një perëndi? E citon dhe Jezusi, citat nga 10 vjetër. Në sensin si perëndi jemi. Po. Jemi fajsues të tij në tokë. Që jemi Zot. Edhe ideja është tjetër gjë të përdorësh atë, domethënë, është tjetër gjë ta besosh. Unë mendoj se të frikshëm janë ata që e besojnë atë. Po. Ku e kanë fjalën dhe unë tek zëvendësimi përmes sjelljes arrogante. Për mua këtu e dallon njeriu, domethënë. Nuk është as inteligjenca që e bën ditë më superior, është inteligjenca emocionale. Kemi dhe studime domethënë së fundit tregojnë që ata që kanë IQ më të lartë, koeficientin e inteligjencës për arsyes, mund të ecin në jetë, por nuk i ndalon së ecuri arroganca e tyre, sepse thonë unë jam më i zgjuar i botës. Dhe këtu çalojnë. Kurse ata që kanë IQ pak më të ulët se sa ata, por kanë inteligjencë emocionale më të lartë, që do thotë se kanë dëmshuri, kanë empati, kanë përulje. Përulja është thelbi i këtyre karakteristikave. Ta ecin në jetë sepse kanë nuhatjen njerëzore që i mungon të tjerëve. Ta nxejmë çik pjesën e tretë, fillojmë çik në këtë periudhën moderniste dhe ultra progresiste. Si shikon këto zhvillimet duke filluar që nga woke, duke filluar që nga këto temat LGBT, QR, AUiu, më the të thash. Unë kam punuar me organizata LGBT në Tiranë, në kohën kur besoja tek ideja që ta me vërtet janë të persekutuar ose të parajgjykuar nga shoqëria. Por kuptova shumë shpejt që ashtu siç nisi si diçka me dëshirë për t'i bërë mirë njëri tjetrit, për t'i dhënë lirinë njerëzve që në një shtet sekular të jetojnë si të duan, kuptova që bëj shumë shpejt një vegël politike, dhe një vegël politike që nuk nis me hierarki horizontale, nuk nis nga vetë njerëzit që vetë vuajnë në përditshmëri, por nis nga persona të tjerë që janë shumë shpesh janë ambasada, filantrop të huaj që na duan të mirën, etj. Dhe shikoj problematike përdorimin e këtyre kauzave për qëllime të tjera që s'do t'i vendos kapelen e konspiracionistit, po për mua janë që të gjitha në funksion të korruptimit të natyrës njerëzore. Janë të gjitha në funksion që ta ndajnë njeriu sa më shumë nga ajo që e bën njeri, sepse që në momentin që ti thua, nuk thua unë jam njeri, po thua jam gay ose jam kështu, thua preferencën tënde seksuale, sapo e ke shkëputur nga realiteti i tij njerëzor. Po pse më njeriu aq është? Njeriu ça fut brenda e çan nxjerr jashtë është, nuk është ajo. Po ashtu po barazohemi me jashtëqitjen tonë, sepse dhe jashtëqitja ka të njëjtën ADN si una,
kanë ngrënë të njëjtat gjëra siç kanë futur urën në gojë, dhe është po e njëjta gjë me mua. Po jo, s'është ky njeriu. Se kotrojmë pastaj. Kam punuar për tillë organizata dhe jam shkëputur sepse nuk e besoj më si kauzë time. Jo se nuk besoj në liri personale, besoj shumë tek individualizmi, por jo tek liberalizmi doktrinor. Ta po ta vësh re, ajo që duan të bëjnë në botë, sidomos Amerikë, në Perëndim ku jeton ti, këta pse e kërkojnë më shumë martesë gay në çift, pra një burr me një burr, se një grua një grua. Se nuk kërkojnë poligami. Martesë monogamike ka vetëm Kisha Ortodokse dhe Kisha Katolike, pra krishterimi. Dhe janë një mënyrë edhe që po i futen kishave këtu bindshëm, domethënë, po dalin për historinë, po thonë që i ka bekuar Perëndia martesa të tilla, ndërkohë që s'është e vërtetë, më vjen keq. S'është e vërtetë, nuk ta thot. Read your book. Në këtë moment ata duan të zvendësojnë, duket sikur po duan të zvendësojnë kishën e krishterë ose kishën katolike. Të marrin atë lloj roli autoriteti që sanksionon veprimet e njerëzve, që i shpërblen të mirët dhe i dënon të këqijt. Sa të rol po bëj. Pra është një lloj fare luciferiane që kanë për të marrë një lloj kontrolli siç ka pasur ose siç e ka X organizatë fetare. Shumë duket. Është edhe kjo shiko kur tani që e thua domethënë me zë të lartë dhe që unë e dëgjoj bën pak më shumë sens. Unë nuk e kisha menduar deri në atë fundamentalizmin që mund të donin të hidhnin poshtë institucionet. Unë besoj se jo njeriu, jo ai personi që është gay ose lesbik, por organizata. Unë besoj që është thjesht një antivlerë. Është fjala më e thjeshtë, domethënë për ta thënë një antivlerë që shiten si vlera, që janë për mendimin tim po luftohet shumë që të humbet kompasi njerëzor, të humbet ajo çka jeti për të çka ke për të ofruar shoqërinë, duke edhe kjo ka filluar që me këtë valën e keqe të feminizmit, jo duam kota ose gjëra. Kota është përse. Ore matematikisht kota është diskriminuese, sepse kota thotë që ti si individ nuk ke aftësinë të marrësh pjesë në filan institucion ose në filan shkollë, edhe për këtë arsye ne do të dëmë një kvotë që këto numrat jenë të rezervuar për ju. Edhe kjo nuk ka debat. Përsa njerëz thonë që jo ndihmë. Ajo është diskriminimi fundamental, domethënë kjo pjesa woke culture edhe radikalët racistë kanë shumë gjëra barabartë me njëri tjetrin, se kanë segregation, ndarjen në mes individëve, qoftë nga feja, qoftë nga pikpamja politike apo nga raca, e kanë të njëjtë. Racistët thonë nuk i duam, çoj në vend tjetër, këta i thonë i duam shumë, kështu që çoj në një vend tjetër, si bashkë, e kupton, është fundamentalisht e njëjta gjë. Edhe unë jam i bindur, tashmë jam i bindur, kur pasi jam rikthyer në këtë spiritualizmin tim, pasi jam rikthyer, domethënë jam i bindur që ka një luftë hapur kundrejt familjes, sepse ajo është gjithmonë nukleu, si gjithmonë. Në shumë shtete të perëndimit, domethënë, dhe Kanada ka ligjet më të forta. Për këtë fëmia nuk të përket. Nuk e di nëse e ndjeni, po fëmia i përket shtetit. Kanada janë pikërisht, fëmia i përket shtetit edhe mund të marrë vendime shteti për fëmijën tënd, që ti nuk ke asnjë lloj gjë. Është edhe teksin fëmijës, por mos bëj gapi i mësosh fe fëmijës tënd. Pikërisht, edhe ka një rast i tillë ka ndodhur, ama nëse ti do jesh në dieni diku në jug të Kanadas, për shembull ai babai që kishte lënë gjithë pasurinë e tij, sepse kishin filluar procedurat për vajzën e tij, për të ndryshuar gjinin dhe ky nuk dinte asnjë gjë. Por nëse se mund të kapen edhe ata që dëgjojnë, jo janë anekdota e gjitha. Problematika është se shitet sikur është zgjedhje. E kupton këtë procesin jo, po ne duam të japim zgjedhje. Ne thjesht duam që të japim këtë. Edhe këtu unë fus në të njëjtin edhe feminizmin bashkë. Unë jam, domethënë, unë kam shembullin feminizëm perfekt në botën time, që është mamaja ime. Mamaja ime domethënë është domethënë, e di si mamaja ime, e ke parasysh ato godes në kohën e Greqisë, domethënë ose ato luftëtarët, ashtu e shohën në nënën time se ka punuar, është coptuar gjithë jetën e vet. Ne i kemi pasur të gjitha, s'na ka munguar asnjë gjë në shtëpi, me të pastërti, me të gatuar me të gjitha. Edhe
i ka arritur, domethënë nga një klasë punëtore që vijnë vet, i kanë nxjerrë të dy djemtë e saj me shkollë të lartë. Që mamaja jote ose mamaja ime ja kanë dalë dhe janë gratë të zonë. S'ke pasur Pikërisht. Edhe mamaja jote do të kishte lënë domethënë ty të vogël, do të kishte lënë ty të kishte braktisur në dorën e shtetit dhe partisë, të kishte vazhduar karrierën. Tash i ka bërë të dyja. Nuk ka bërë një herë mua, ka bërë të vllaj, ka bërë mua, ka bërë dhe karrierën, dhe i ka bërë që të gjitha. Ja që bën të tërë. Bëhen të gjitha dhe kjo është ai iluzioni. Iluzion dhe pastaj kur shkojnë 30 vjeç, 40 vjeç, vetëm me masën në përshpi. Po, pse bëra fëmijë ose pse nuk How dare you, si guxon ti të përbëndesh macën në përshpi? E ka thënë vetë një feministe e madhe këtë gjë, tha unë vajtoj fëmijët e mi të pa lindur. Nuk i kishte abortuar. Nuk vajtoj fëmijët e mi që nuk i kam lindur. E ka thënë fund të jetës, masi i kishte thënë gjithë grave që bajtja e fëmijëve është aty me larjen e çimentove ose me pastrimin e dyshemes. Që nuk ka gjë më sublime në këtë kuptim, po pjesa që doja të dilja unë Dario është sepse është iluzioni i zgjidhjes që për ne luftojmë thonë për zgjedhjen e femrave që të mundsojnë karrierë. Sikur ligji thotë që nuk mund të kesh karrierë. Janë të gjitha domethënë edhe në qoftë se mund ta ato diku në një dokument mund ta kenë domethënë të shkruar që ne luftojmë që këto të ketë drejtë zgjedhje. Por propaganda edhe ose më saktë fasada që këta e duan shumë në shoqëri, ku bazohet? Bazohet jo unë nuk merrem me punë shtëpie. Bazohet që jo unë mund të dal me sa meshkuj të dua, domethënë, edhe në mënyrë tek ulja përgjegjësisë në këtë rast. Pikërisht. Edhe kur kalon një farë pike, domethënë dhe pakënaqësia normalisht nuk rritet, nuk ulet, por rritet se normalisht nëse nuk vuan nuk merr. Nuk ka të pjella nëse nuk kthehet toka, që të bjeri bretku domethënë atë kazmën. Edhe normalisht në përfundim të gjithë këtij rrugtimi për mendimin tim demonik, fajin e ka shoqëria përsëri, sepse nuk e ke ti. Ti asnjëherë nuk e ke fajin. Ti i bën restart çdo gjë, ti ndoqe doktrinën. Ti janë veshur syt me një lloj doktrine që thotë që ti nuk ke asnjë lloj faji. Është Bleoni që ta ka nxjerrë jetën, është Mario që ta ka nxjerrë jetën, është Dario që ta ka nxjerrë jetën, është Filani, është Fisteku. Se ta janë patriarkat, ta nuk po të lënë të punojnë, ta po të detyrojnë të punojnë. E kupton? Ne kemi probleme për sa i përket femrave në Shqipëri, ne kemi probleme të jashtëzakonshme. Domethënë sidomos për dhunën ndaj femrave, këto gjëra që ndodhin, domethënë që shohin në lajm, ajo nuk diskutohet. Unë ja them njerëzve që ajo nuk ka nevojë për feminizëm, sepse atë të mbron ligji. Ti, zotëri i dashur, duhet vesh merr këdo për dorë, i këtë gjykata, i këtë policia thoj, zotëri, ose jep dorëheqjen, ose jepi zgjidhje këtij. Sepse ty xha ligji të mbron, nuk e ka fajin ligji. Çfarë po kërkon ti? Ajo lidhet më shumë me një ndërtimin e një shteti të fortë funksional. Tash në një shoqëri disfunksionale, sigurisht dhe familja nuk funksionon. Po më vjen i natë që kur ndodhin këto vrasjet e grave, dhunë e tjerë, që ndodhin në familje në çift heteroseksual, dhe këtë heteroseksualizmin e barazojnë me familje tradicionale. Tradicio, nuk do me thënë çdo lloj familje heteroseksuale. Familja tradicionale ka vlera, ka baza, ka shtyllë kurrizore, ka sistem nervor, funksionon si një organizëm i shëndetshëm dhe bazohet tek kënaqësia dhe tek lumturia dhe tek përgjegjësia e secilit antar. Nuk është familje tradicionale kjo që kemi sot. Kjo është familje degeneruar. Qoftë heteroseksuale, qoftë homoseksuale, çdo lloj familje është në degradim në shoqërinë tonë, tek komshinjtë tanë, tek familjet tona, tek shtëpitë tona, çdo lloj familje është në këtë lloj gjendje. Dhe është lufta më e madhe, domethënë, që po bëhet indirekt përmes televizionit, përmes filmave, përmes pornografisë, përmes muzikës. Po flas për lloje muzikë, lloje filmash, lloje kontenti që i shikojmë gjithkohës, na sugjestionojnë, na hipnotizojnë, na fusin në një lloj çorbe psikologjike ku s'dim se çfarë bëjmë dhe e shkarkojmë përmes asaj që na bën kafsh, që është dhuna, që është dora, që është lëvizja, që është instinkti jon bazik. Nuk e di, unë shiko,
Me që jetojnë të vend që jetoj, kemi dhe ato grupet tona që përballojmë ide. Unë nuk kam arritur nuk është diçka që akoma se kam arritur me veten time dhe nuk po di si t'i bëj ball që të trajtoj të tilla tema dhe je seksist, je ignorant, je maskilist, je homofob, je nazist, domethënë nuk kam pasur mjekra të deri këtu. Edhe më ka qelluar që në bare në mes Berlinin ka një gjerman të quhem nazist, e kupton? Si mund, domethënë, me që ti ke një zhvillim, se unë mund të mbaj deri në mëngjes të them si ndërtohet një godin nga fillimi deri në fund. Tek corneri. Do i ke Po. Në rregull. Kjo është pyetja e fundit gjithsesi, domethënë. Kështu që favorim që unë i kam provuar që gjitha. Pra, në më dalë para një ateist, unë i them kam qenë veç 7 vjet ateist, ja si duhet mos e ofendove ti, se e di më mirë se ty se e kam te kaluar aty. Në më dalë para një LGBT-s, një feminist, unë kam mbrojtur, kam bërë video, kam bërë propagandë ty gjithë jetën. Ja si byt atë për ty. Se ai kam te kaluar dhe tënden, jam përteja sa i tëndes. Në më dalë para dhe një fetari, të themi, që e merr fen përfaqësisht, edhe ty të kam kaluar po me kohë që në gjimnaz. Dhe kjo më favorizon. Më favorizon, po më bën dhe që më urrejnë që të gjithë. Më urrejnë që të gjitha këto persona që identifikojnë veten me sekte, me parti, me grupe shoqërore, me komunitete, etj. Sa më shumë larg këtyre etiketimeve, izmave, feminizëm, nazizëm, islamizëm, kristianizëm. Po, mund marrë gjëra të ndryshme, vlera të ndryshme nga secila, po ti je njeri, je bëu rob zoti. Unë e quaj rob zotizëm të filozofin time, i vetëm izëm që mund pranoj është të mohoj izmat e tjerë. Dhe është një mënyrë që ti ruan të paktën shëndetin tënd, po nuk do pëlqehesh fare nga shumica. Do gjesh një pakicë tjetër njerëzish janë, siç thëve vetë, që janë paktën gati për të dëgjuar si gjëra. Spektakular. Atëherë, unë do të mbajmë, më falenderoj shumë edhe do kisha dëshirë shumë që të më vijë edhe herë të tjera, domethënë sa pasi këshilla që më kanë dhënë pas kanë qenë on point edhe pas ka funksionuar shumë mirë. Respekte. Të dalësh me sukses dhe shumë faleminderit, do vi me shumë kënaqësi. Super.